Andaj pasi që ka qenë trajtimi i fundit lidhe me rrëfimin mbi Ademin a.s. Sonde do të vazhdojmë të flasim për rrëfimin mbi 2 bijtë e Ademit a.s. Është një rrëfim që edhe është përmend disa herë dhe besoj që e keni të njohur këtë rrëfim. Mirë, po me të vërtet njeriu sa më tepër shfleton shpjegimet e dietarëve, shpjegon apo sa më tepër thellohet në kuptimet e asaj që dietarët nxorrën nga ky Kur'an, me të vërtetë mahnitet me këtë mrekulli të Zotit xhallahu ala dhe me mirësitë e shumta që dalin nga ky libër. Andaj do të vazhdojmë sonte me lenin Allah xhallahu ala me tregimin e 2 bijve të Ademit alayhis salam, pikërisht sikurse edhe e ka emërtuar Allahu xhallahu ala këtë rrëfim, i cili në surën Al-Maida në ajetin 26 Allahu xhallahu ala thot: "Watlu alayhim naba ibnay Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan." Dhe ti rrëfeju atyre, dhe të regajo, dhe marisht fjale utlu, ne po e përkthejmë njëre, pastaj vazhdojnë sharimet e gjitha këtyre fjalëve, thot Allahu xhallahu ala ti atyre lexojo dhe shpjegojo tregimin dhe rrëfimin mbi 2 bijtë e Ademit alayhis salam. Çka është tregimi i tyre? Allahu thot idh qarraba qurbanan. Këta 2 bijtë e Ademit flijuan për Zotin xhallahu ala nga një sakrificë. Fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar, dhe Zoti bëri që të pranohet sakrifica e njërit, ndërsa nga tjetri të refuzohet. Qala la aqtulannak, dhe në këtë revolt dhe nga xhelozia, ky që u refuzua flimi dhe sakrifica e tij tha, unë do të vras ty, e kërcënoi vllaun e tij me vrasje. Nëse vllau tjetër i tha inma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, i tha Allahu xhallahu ala me të vërtet pranon nga të devotshmit. Pastaj Allahu xhallahu ala vazhdon ende me disa detaje të këtij rrëfimi, duke thënë se la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadi ilayka liaqtulak inni akhafu Allaha rabbul alamin. Nëse ti e zgjat dorën tënde të më vrasësh mua, unë kurrën e kurrës nuk kam me zgjat dorën time ndaj te me të vrasë ty, nga se unë kam frikë Zotin xhallahu ala, krijuesin e botrave. Fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah, dhe i shtyr nga epshi i tij, nga egoja e tij, dhe duke e bindur vetja e tij në këtë vepër të shëmtuar, e vrau vllaun e tij. Fa asbaha min al-khasirin. Dhe Allahu gjykon se ky njeri me këtë vepër gjykoi mbi veten e tij se është nga të dështuarit dhe nga të shkatruarit. Fab'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi. Dhe Allahu xhallahu ala te i kalon disa faza të këtij tregimi, që normalisht kur e ka vrarë vllaun e tij, tashmë nuk ka di çfarë të bën me kufomën. Dhe Allahu xhallahu ala ka dërguar një korb të zi, i cili i ka treguar se si me vorroz vllaun e tij. Dhe kur e ka pa këtë vepër, do thotë është ndir keq, dhe Allahu thotë fa asbaha min an-nadimin, dhe u bën nga të penduarit. Por i penduar për veprën, por për diçka tjetër që do ta sqarojmë inshallah në kuadër të këtyre ligjëratave që kanë të bëjnë me këtë rrëfim. Andaj të nderuar vëllezër, Allahu xhallahu ala në fillim të këtij rrëfimi porosit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që tua lexon këtë rrëfim njerëzve. Dhe ky lexim të jetë bil haq, me të vërtetën. Në padyshim se nuk ka si të jetë ndryshe fjala e Allahut pas me të vërtetën. Mirë po, në këtë tregim dhe rreth i rrëfimi, padyshim se janë përcjellur transmetime të ndryshme që shumica nga ato nuk kanë bazë. Prandaj ne do të mundojmë që gjitha këto detaje të këtyre transmetimeve të pa baza ti të i kalojmë, nga se nuk kanë të bëjmë me temën tonë, as nuk ndërtohet mbi tonë ndonjë dispozitë të caktuar. Do të fillimisht ne kemi dëgjuar se këta 2 vëllezër kanë emrin Kabili dhe Habili. Këto janë emërtime në librat e hershëm, por Kurani nuk i përmend. As nuk ka argument hadith pejgamberit alayhi salatu wasallam se janë quajtur me këtë emër. Pastaj idh qarraba qurbanan. Këta 2 do të thotë flijuan sakrificë për Zotin xhallahu ala. Edhe këtu përmenden në për librat e tefsirit, por pa bazë. Normalisht dietar kanë përcjell disa prej tyre kanë përcjellur
rrëfimet e popujve të mëhershëm. Lidhe me këtë çështje, kinse ka qenë, do të thotë, konflikt mes dy vëllezërve në lidhje me një martesë dhe tashmë për me e zgjidh këtë, ose për me e zgjidh këtë konflikt, ata e kanë bërë këtë sakrificë. Edhe pse kjo thash është e pa bazë, nuk ka argument për këtë çështje sa bëhet fjalë për mos pajtim dhe konflikt mesyre për martesë apo për diçka që nuk e dim. Nga se Kurani s'flet për këtë çështje as hadithi i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Gjithashtu detajet shumëta që fliten për kurban. Na kur ndëgjojmë fjalën kurban, neve na shkon ndërmend kurbani, do thotë dashi me e therr. Nëse në arabisht kurban nuk është dashi. Nëse kurban në gjuhën arabe është çdo sakrificë që ti e flen për Zotin xhallahu ala. Për fjalës kurb, afrim tek Zoti xhallahu ala. Çdo vepër të mirë që ti e bën, të afrohesh tek Allahu xhallahu ala, në gjuhën arabe quhet kurban. Prandaj nuk duhet të kuptoj pe kësaj fjale se po tingëllon se bëhet fjalë për kurban për diçka të therrur. Edhe pse ka transmetime që flasin kështu, mirë po thash nuk kemi argumente. Prandaj gjitha këtu i ndëgjani dhe ndoshta i keni ndëgjuar, por që ne duhet të fokusohemi në atë që Zoti xhallahu ala ka përmendur dhe të mundohemi të nxjerrim dobi nga ajo që është sqaruar dhe është përmendur në fjalët e Allahu xhallahu ala dhe eventualisht në ndonjë hadith të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Prandaj ky është ai prezantimi i përgjithshëm i këtij rrëfimi, do të dy vëllezër kanë bërë një vepër të mirë dhe është pranuar nga njëri dhe jo nga tjetri. Normalisht me herë shkon mendje e ku e kanë ditë ata se është pranuar nga njëri jo nga tjetri. Edhe për këtë ka hadithe të pejgamberit alayhi salatu wasallam që flasin se në të kaluarën, për dallim tashmë nga periudha e pejgamberit alayhi salatu wasallam, në të kaluarën ka qenë një mënyrë e caktuar se si Allahu xhallahu ala u ka treguar njerëzve rrugën ka t'ja mbajnë kur janë në mos pajtim caktuar apo kur bëhet fjalë për pranim të ndonjë vepre tek Zoti xhallahu xhelalu. Prandaj thuhet në disa transmetime dhe këtu janë të sakta, ku i dërguari alayhi salatu wasallam dhe ky edhe ajet kuranor ka për këtë, se ka ardhur zjarri nga qielli dhe e ka marr sakrificën e pranuar. Ndërsa që se ka përfshi zjarri, se ka marrë me vete, ka qenë shenjë se nuk është pranuar. Prandaj edhe kjo jep me kuptu se në këtë formë është ditë se kujt po i pranohet e kujt nuk po i pranohet. Dhe gjithashtu në këtë tregim të ndërrullazër Allahu xhallahu ala, sikur që përmenda thot, lexojau ti atyre. Normalisht në gjuhën arabe fjala utlu alehim ne përkthejmë të lirë, të shpejt lexim, po nuk bëhet fjalë vetëm thjesht për lexim. Nga se fjallën qira'a ikra që ka rejti po në dhimi lexza. Andaj lexza e kemi edhe për tilawa edhe për qira'a. Ndërsa në gjuhën arabe kanë disa dallime. Dhe kjo dallim mes dy fjalëve është i rëndësishëm jo në kuptim gjuhësor për ne, por në aspektin kuptimor. Nga se Allahu xhallahu ala kur watlu alehim, do këtu bëhet fjalë për një lexim më të shpeshtë dhe më të ngjeshur të këtij tregimi. Do kemi nevojë shumë për gjitha porositë, por në veçanti ato që i bardh ky rrëfim. Dhe bil hak do të mjaftoni me atë që Zoti e ka përmendur, jo me transmetime të pabaza dhe jo me pralla tjera dhe jo me transmetime që e ngarkojnë atë që Zoti xhallahu ala ka përmendur. Dhe realisht kështu edhe ndodh. Njerëzit zakonisht duke u marrë me detaje të panevojshme zhvendosen nga thelbi i tregimit. Edhe kjo ka ndodhur edhe me këtë tregim dhe ka ndodhur edhe me shumë tregime tjera, sikur është tregimi i Ashabul Kahf, do të sa debati është bërë se do të thotë qeni çfarë ka qenë e ata si ka qenë pozita e shpellës e ku është shpella, detale të panevojshme duke u zhvendosur nga do të thotë baza e dobive që Zoti i ka kërkuar prej neve. Prandaj Allahu kur bil hak me të vërtetën jo në kuptim të tregimit se është i vërtet, por në aspekt të asaj që ka të bëjë me atë që përmend. Do thotë fokusohuni në atë që Zoti ka përmend, e largoni nga do thotë zhvendosjet e tjera që ju tërheqë ato kurreshtja juaj. Kurreshtja ju tërheqë tash si është e ku është e kështu me radhë, gjitha këto që si ka përmend Allahu xhallahu ala nuk duhet të jenë pjesë e trajtimeve tona nga se na zhvendosin nga thelbi i kësaj teme. E dyta që duhet me përmend të nderuar vëllezër dhe motra në hyrje të këtij tregimi është
se Allahu xhallahu ala thot watlu alehim naba ibn Adam. Dhe normalisht çdo fjalë përmendur këtu ka me të vërtet çfarë të thuhet për të. E pa të vëzhgëllimin utlu dhe kiraç, pa të më thonë ka ande, e fjala naba e ka përmendur Allahu xhallahu ala fjalë naba ju khabar është lajm, nëse naba amma yatasaalun ani an-naba al-azim. Kur diçka shumë e madhe dhe rëndësishme, Allah e quan naba. Andaj dhe Kurani ka thënë kul huwa naba'un azim. Thuaj kë nuk është lajm, informacion, s'është Kurani, po është diçka shumë e madhe që te i kalon dimensionin të informimit dhe të lajmërimit. Prandaj edhe këtë tregim Allah xhallahu ne ka thënë thjesht lajmërim dhe informim, po quan diçka shumë më të madhe se kaq, prandaj edhe duhet me këtë seriozitet ta trajtojmë. Gjithashtu Allahu xhallahu ala thot ibn Adam, ti tregoje rrëfimin e dy bijve të Ademit. Realisht të ndërua Lazar, aktorët e këtij rrëfimi janë dy njerëz, është e vërtet. Mirë, po nuk bëhet fjalë për dy njerëz, por bëhet fjalë për dy botra. Bëhet fjalë për dy mënyra të konceptuarit. Bëhet fjalë për dy mënyra të jetuarit. Bëhet fjalë për dy shkolla të edukimit. E kështu me radhë. Prandaj që nga ajo kohë kur janë nda bijtë e Ademit, si pasojë e këtij mospajtimi dhe këtij konflikti, realisht edhe kanë filluar të bëjnë vijat ndarëse edhe mes njerëzve, si ata i kanë perceptuar gjërat dhe si kanë kuptuar gjërat. Prandaj kemi njërin i cili me djersën e tij dhe me ndershmërinë e tij dhe me sinqeritetin e tij munduhet të arrijë sukses. Njëri është kështu. Dhe kemi tjetrin i cili realisht nuk mundohet, nuk përpjeket, por tenton që përmes djersës së dikujt ose përmes akuzave ndaj dikujt të bëhet dikushi. Dhe këtu janë zakonisht dy fryma të zakonshme që funksionin jetën e kësaj bote, që nga ajo kohë deri më sot me shumë detaje që kena mi përmend me lejen e Allahu xhalla xhelaluhu. Në hyrje të këtij tregimi thash, është më rëndësishme ta kuptojmë tërësinë e këtij rrëfimi dhe disa detale që kanë të bëjnë me hyrjen e këtë. Ndërsa e dini edhe tek Ademi alayhis nuk kemi hyrë në sqarim të detajzuar të çdo fjale që është përmend nga është shumë, mirë po i munduar në stacione të caktuara që i ka prezantuar rrëfimi i caktuar. Andaj edhe në këtë tregim do të mundohemi që të ndalem në disa stacione të rëndësishme që kanë të bëjnë me këtë rrëfim. Normalisht është e pamundshme, do të thotë, me i përmbledh gjitha dobit me një ligjërat, madje edhe shumë ligjërata, mirë po edhe me prezentu si duhet këtë rrëfim është disi gjymtim, ndoshta po them, ose edhe pa aftësi që të prezentuar në një ligjërat. Andaj ne do të kemi ende ligjërata lidhur me këtë çështje, por sot do të mundohemi të përmend disa prej dobive. Stacioni i parë të ndërrozo që duhet të ndalemi tek ky rrëfim është një porosi edukative dhe një mësim shumë i rëndësishëm kuranor si duhet ne me i kuptu gjërat dhe si duhet ne me i lexu disa çështje. Bëhet fjalë për një tregim shumë të madh. Bëhet fjalë për një tregim me shumë dobi. Dhe shumë detaje të këtij tregimi Allahu xhallahu ala i lën anash për përmend. I din Allahu xhallahu ala, por i lën anash. Duke na bërë që të fokusohemi sikur të thash vetëm në thelbin e tregimit, atë që përcjell mesazhet e duhura të këtij rrëfimi. Çka mësojmë na për kësaj? Njëtë në kësaj bote të nderuar Lazar, njerëz zakonisht janë të prirur që të shikojmë më tepër në periferi se në esencë. Më tepër mirën me gjëra që i përkasin kurreshtjes se sa ato që i përkasin arsyes dhe logjikës. Njerëz më tepër mirën me gjëra që nuk i përkasin se që ju përkasin. Periferike. Kur'ani na mëson që ne duhet gjithmonë të dimë ku të fokusohemi në çdo rast. Shikoj për shembull një rast në vëmë ndodh në njerëzve. Kur njerëz e transmetojnë këtë tregim, këtë ngjarje, këtë ndoshta që ka ndodhur, e sheh se në bazë të edukatës së tyre në këtë pikë edhe e bin rrëfimin. Dikush mjaftohet me shkurt, nga se fokusohet në bazë, në sens. Dikush e bën dramë, e bën histori. Të shumë detaje të asaj s'ka ndodhur, mirë po që ka prirë me rrit gjërat e kështu me radhë. Në kam mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam
që të mësojmë se në çka duhet fokusuar në çdo gjë. Për shembull, duke filluar në veten tonë. Duke filluar nga vetja jonë. Sa ka gjëra që kanë të bëjnë me neve, qoftë në aspektin e dijes, qoftë në aspektin e praktikës, qoftë në aspektin e përmirësimit, e që realisht jo rrëdhat ndodhë që ta zëjnë vetën tonë në periferi duke në shkaluar qendrën atë. Me çka duhet na më marr. Ne Kurani mëson, largon nga disa detaje, ato s'u kryen kurrë njëri. Merr me veten tënde. Për shembull, kuptimin e fesë. Sa ka gjëra të bukura, të sjellura mirë në këtë fe, që e kënaqin shpirtin, e freskojnë zemrën, vallahi rrisin besimin. Dhe njerëzve se të fokusohen në këto gjëra, nganjëherë i bardh që në periferi, duke marrë me ato gjëra që as ato si kuptojnë, e këto të qartësuara u amjegullojnë ato. Merru me atë fokusin, me bazën, ato që nuk të takojnë lëri, ashtu sikur se janë, nga se ka shumë gjëra këtë botë që janë të pakuptuar dhe kjo s'kuptohet ashtu. Prandaj zakonisht shejtani mundon që njërin ta bardh nga e qarta në të paqartën, nga e kulluar në të mjegulluarën. Dhe ka shumë viktima që binë në këtë drejtim ato. Prandaj nuk duhet njëri me i dhon këtë rast armikut, shejtanit, që me e bardh nga e qarta në të paqartën. Sa ka gjëra që neve na përkasin dhe nuk pyesim për to. Gjejmë njerëz pyesin për gjëra që s'janë për të ato. Ato janë të fesë, është e vërtet. Po ty çka të hinu dhe me vetë për këtë punë vëllai? Ty kush vetë për këtë çështje? Pse po bartesh nga diçka shumë e qartë që rahat diçka që ty të bën problem nesër ato? S'u ne kupton ti këtë çështje? Kurani mëson se ku duhet me u fokusu. Dhe nëse nuk fokusohesh në atë që duhet, pastaj kimi u marr me prallë dhe me tregim atë. Sikurse ky rast, ose kena me nxjerr dobit e duhura nga ajo që Zoti ka përmend, ose kena me anashkalu këtë dhe kena me kalu pastaj me di se e çfarë emni ai që vrau e ky i vrau me ç'ka. Çka të kryen punë emni? Ti as nuk kemi legjitimuar ata, as më shtim burg. Me thonë po na vjen emni se mos e përzim është në burg dikon. Po, kur ka po kjo s'ka të sunisht në burg ata. As nuk kemi denu. Çka duhet emni vëllai? Çka duhet lloji i kurbanit? A u kon dash me brina, a u kon dele pa brina, qa u kon? Qka duhet kjo punë, Allah? Sa detalet e caktura thash gjithmonë zhvendosje. Nërsa esenca të tregimit, pak njerëz mirë me të fatë këtë qështë. Andaj thash jetë në kësaj botë. Sa gjëra i ka qartësua Allah Gjallahu Ala. Sikur se për në bëhet fjallë për nga njëre, për cilësitë Allah Gjallahu Ala. Ju pëtile njerëzve, a është kështut, a është ashtut, a është kjo përgjasim, a është kjo përgjasim. Kupte si kurse ka caktua Allahu Gjallahu Ala dhe edukon frymën e kësaj. Allahu Gjallahu Ala ka mësuar për shumë gjëra të bukura që na përkasin neve, e marrim atë që na takon neve, atë që nuk na takon, leja ti ku është. Qoftë tash ka të bëjë me besimin në Allahun, qoftë ka të bëjë me librat e Allahut, me pejgamberët e Allahut, qoftë madje ka të bëjë me ditën e gjykimit, me caktimin e Allahut, me kaderin. Sa njerëz kanë probleme i kanë shkaktuar, është i qartë. Mirë po sikurse ka thënë Imam Abu Hanife rahimullah. Kaderi është sikurse dielli. Nëse shikon në drejtim të tij, të rrsohet. Nëse nëse e shërbesh me shkëlqimin e tij, ta ndriçon atë. Tash ti kimë këtu çush kimë për kaderin. Njëri i cili don për shembull me këshyr diellin për me pas ditë më shumë. Ka shikuar në drejtim të gabuar. Nuk duhet më shikuar ka dielli, se në pik ditës rrsohet. Po, drita e diellit ta errson pamjen. Ndërsa në qofë se donë me përtu nga dilë, duhet me ja këthy shpinën, syet me këshyrë ka toka, jo ka haj, e atër përtu nga dilë. Që në kuptan, nga njëre duhet me ka më u këthy. Këthimi i gabuar nga ndryqimit shpijen në erësirë, nga qarësia të shpijen në pa qarësi. Edhe kaderi, edhe besimin e Allah Gjallahu Ala, edhe këto rëfime janë kështu. Dije ka më u këthy, ku takon ty më u këthy qashtu? Për ndryshe, nuk mund është me qu punkt me zërë. Allahu ka vendosur rregulla e pamundshme. Dikush më vonë më na thon, unë im lodh të hongër me gojë. Vesh gjithë që 20 vjet 30 veç me gojë im lodh. Unë do vrum hongër me vesh. Edhe e shtin kafratën në vesh. Çka ndodh Allah? Çka ndodh? As nuk e për ty, as nuk e ka dëmtuar veshët e tij që edhe për ato që Allah e ka vendosur skrim punë më atë. Ka mundësi më shurdhu. Apo
Pra dhe diçka që Allah se ka bo për atë punë, në qoftë se dhënë që më dënë me e bo, e dëmëtan, asë nuk ka rinë suksesin, e asë nuk e lenë funksionalitetin e asaj pajisë që Allah ta ka dhëndorë. Ti e me kuptu që për shka i, dhe ndalët e kufit e tua. Njëtën bashkëtore, për shambull, në kam su Allahu Gjallahu Ala, nuk ka dikush i përkryer. Qëfar ka thënë pejgamberi sëmë? Fokusau në anë të ndritshme, ato të mira që i ka. Në njën atyre pastaj, i kalan të metat e tjera. Po, ka disa të metat që në të pat e kalushme. Të metat saktura është pat e kalushme, jo. Aja duhet ose mu përmirësu, ose duhet mu nda. Ka të këtila. Për shembull, aspekti moralit, nëse ka defekte serioze, nuk është i tejkalueshëm kjo, është problem. Ose i vezët caktuara, nuk tejkalon, ma ka tjera që në tejkalueshme ato, në njën e disave që në esenciale. Pra duhet me ditë ku me shikua vëllatën. Sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men ja'akum tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Nëse vjen dikush tu alip vajzën e juaj, motrën, dhe jeni të kënaqur me fenë e tij dhe me moralin e tij, ose kthani se që të fokusohet, tjerat janë relative pastaj. Shikojnë ku na mëson ku duhet më fokusu njëri, edhe në këtë çështje, edhe në tregti, edhe në vllazni, edhe në shoqni, edhe në këshillak, edhe çdo gjëra. Duhet mi pas disa rregulla, parime, nëse këto janë, tjerat pastaj janë relative. Po erdhën, elhamdulillah, po nuk erdhën, askush s'është i plot. Por fakti që s'po dim çka më fokusu, na ka bërë që shumë po i zmadhojmë gjërat periferike e shumë po i zvoglojmë gjërat themelore dhe edhe qendrore. Andaj ky trajtim i këtij rrëfimi fillimisht na mëson këtë, që të mësojmë ku më u fokusu, ku më shiku, edhe në lajme, edhe në rrëfime, edhe në ngjarje, edhe në raporte me njerëz, por edhe me vetveten edhe në çdo aspekt tjetër. Merru vëlla me gjëra madhore, me bazike, me ato që janë qendrore. Tjerat pastaj çka të bëhet mirë, çka nuk bëhet, kur kush këtë dunja se ka arrit, as ka arrit kur kush këtë dunja me u plotsu, me u boj përkryer. S'ka kështu në dunja. S'ka në dunja dikush i përkryer. I më qoftë se e ka këtë, mjafton kjo pastaj më mbulutë të tjera të ato. E dyta që e marrim për kësaj të ndërlozër është, kur lexon ti këtë rrëfim, thosh kaq thjesht vllau për myta, kjo s'bëhet fjalë me të shtyme vëlla. As si ka thonë kur s'ka me të fol, le aqtulannak, ka me të myta. Kaq thjesht, për çka? Për çka ka me të myt? Por një çështje jashtë tyne dyve. Njërit ju pranu sakrifica, tjetrit nuk ju pranu. Me kaq thjeshtësi mendon se ka ardhur e vrasja? Jo dhe ndronë. Nëse e analizojmë gjendjen e vrasësit, do të gjejmë se ai ka vuajtur nga një smundje shumë e rëndë. Më e rëndë se çfarë lloj smundje mi këtë tokë. Më e rëndë se kanceri. Nga një smundje më e rëndë se çfarë do smundje tjetër që njerëz vdesin për saj sot. Një smundje që shkatron njerin, veprat e tij, jetën e kështu me radhë. Smundja e quajtur hasad, zilia. Ai ishte ziliqar dhe u shfaq zilia e tij në këtë rast që nuk pat mundësi me e tejkalu. Ishte sfidë për të. Prandaj Allahu xhallahu ala na tregon se të ndërlozër veset e këqija që kërkon Islami ne të pastrojmë për tyna, janë pengesë për çdo të mirë në kësaj bote. Veset e këqija që Islami alarmon për to, ato din të silin pasoja me të vërejtë shumë të mëdha, që njerëzit fillim nuk i lexojnë ashtu. Nuk i paramendojmë ne ndoshta se kështu mund ndodh. Por kur ndodhin pastaj bindemi. Për sa gjëra na ka mësuar Allahu xhallahu ala, ka thënë ruajeni se kjo ja u prish rahatin. Kjo ja u prish raportet. Ruajeni mos bëni se njerëzit kanë nënçmuar këtu. E pastaj kur po e paguajnë çmimin e këtyre veseve, disa po vëdësojnë, disa me inat po vazhdojnë, me po nuk ka mundësi kush me mohu se rrjedhoj e gjitha këtyre ngjarjeve janë vesë të shëmtuara. E për shumë tjera që Allah na ka paralajmëruar, për shumë të tjera.
Prandaj Allahu xhallahu ala ka përmendur se hasedi është smuj e rënd. Shpije deri tek vrasja e vllaut, Zoti me vrasë vllaun e vetëm. Për këtë arsye edhe njëri që është ziliqar të ndërlozër është njëri i cili nuk ka nimet në botë që më jengim. Hasedi është qështu. Të gjithë njerëzit mund t'jenë të prekur nga hasedi, por të ndershmit e luftojnë dhe e frenojnë, ndërsa ata të ligët me te veprojnë, me hased komunikojnë me tjertë. Njëri që e nin vetën që ndoshta po përshkohet nga zilia, çfarë bën? E privon vetën e tij, e lufton, largohet, nuk vepron në bazë të direktivave të xhelozisë. Kjo është ndershëm. Ky e din që ka këtë poruat. Do të njëri lig vepron sipas udhëzimeve të xhelozisë. E ai që përfshihet nga kjo smundje, të ndërrozë veç një gjë atë e rahaton. Asgjë tjetër. Cila është? Begatia që ja ka provokuar xhelozin nga ana e vllaut vet. Duhet ai me humb. Mirë ai s'po e humb. Njëjtë që ja kanë dhënë këtij edhe ti po tepëm, o pesë botë rat. Për këtë arsye ka unë ulema, çka është hasedi? Tamanni zawala ni'mat al-ghayr. Ta dëshirosh largimin e begatisë së tjetrit. S'kan thonë ta dëshirosh begatin e tjetrit. Ta dëshirosh largimin nga begatisë nga tjetri. Ziliqari mund ta fiton begatin që po e xhelozon tjetrin 3 fish më shumë saj, o Petr atë zbot. Pa e pa që ai se ka optën. Shiko sa është e shëmtuar xhelozia dhe hasedi. Shiko sa është e keqe. Kjo është të ndrozur të gjitha porët e jetës, edhe në dije, edhe në pasuri, edhe në shëndet, edhe në rahati, edhe në familje. Çdo gjë, njerëz xhelozojnë gjëra tepër banale, po ja që provokohet xhelozia ty atë. Dhe nga shkaqet kryesore, se nuk kemi sonë temën e hasedit dhe zilis, por duhet me përmend se ka qenë shkaktari kryesor që e ka sill këtë vrasje fatkeqësisht të këtij vllau ndaj vllaut të vetëm. Për shkaqe kryesore që e sill të ndërlozur xhelozin është padyshim lakmia dhe padyshim pangopsia, dashuria për këtë botë, urrejtja e shumë të tjera. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: do t'ju kaplojnë edhe juve sëmundjet e popëve të mëhershëm. Urrejtja dhe zilia. Madje vazhdoi i dërguari alaihi wasallam duke thënë: hiya al-haliqa. Zilia është halika. Çka është halika? Halq, gjunëra është murru. Kur dikush kajt flak të kresi run, si atë kajt don, që është halq i thonë. Kasër, shkurtim. Prandaj ka thonë pejgamberi son për haxhit, rahimallahu el-muhalliqin. Allah i mëshirot ata që i rruin kajt flak. Do thotë pasi që i kryjnë ritualet në haxhit, në Mina, Allah i mëshiroft. Ka thonë sahabët wal muqassirin, e ata që shkurtojnë. Ka thonë pejgamberi son prap wal muhalliqin. 3 herë ka bëu dua që Allah me i mëshu ata që i ruajnë tërësisht. Andaj, kur diçka të ruhet tërësisht quhet halq. E ka thënë pejgamberi son, do të thotë, ai mjeti që njeri e ruan kokën, mund të jetë zhilet i caktuar, pajisja po, ndërsa mjeti që e ruan fen nga çdo vlerë dhe ndikim është hasedi, thonë. Hi el halika. Ka thënë la aqulu tahliqu sha'r, nuk po them se hasedi i ruan flakt, walakin tahliqu din, kam po e ruan dinin e dikujt, fen e dikujt. Si atë më kurrë e qeth tin skajshmëri fen e vet. Nuk lën asnjë vlerë të fesë vet ziliqari atë. Allah na ruaj. Prandaj me pa pas fe ky njerëz që zhvall Allah në vetë. Edhe këtu të ndërozë do të vazhdojmë tek pikat e tjera, do të kemi rast më tepër me shpjegim mirë, po do të vrejmë se bëhet fjalë për vrasje. Kjo është vrasja e parë në tokë që ka ndodhur. Njeri i parë që është vrarë është që ky. Vrasja e parë është që ky. Dhe në të gjitha stacionet e sqarimit të kësaj ngjarje,
Del në shesh se vrasi s'ka qenë fetar. Vrasi i parë s'ka pas lidhje me fe. Ai që ka vrarë vllahun e vet, ai që ka dhirë gjak pa faj, s'ka lidhje me fe. Dhe historikisht çështo u kon gjithmonë ato pastaj. Deri sot. Shiko, hasedi ka thënë pejgamberi ja rrun fen. Të kesh pas të fe të shkurtuar me bile, jo të qethën se kish bëu këtë punë apo. Ama ka pas të qethën skajshmërisht. E kur qethë dikush për feje, edhe vllahun e vran apo. Hiç më zot. Edhe disa herë kjo përsëritet në këtë anë. Subhanallahu këtë gjë kemë mësuar disa herë. Disa herë përsëritet dhe del shesh do të thotë mungesa fesë tek vrasi dhe prezenca e fesë në bollëk të i vrari i cili nuk e gjatë dorë me vrarë vllahun e vet apo. Prandaj të ndërrozër duhet më rujt njëri, me pas kujdes, dhe që ta lutë Allah në gjellot të ruan nga smundja e zilis, me timi të bindën, se gjithë sukses, dhe manin men këtë regull, gjithë sukses që e synon njeriu, i hipur në mjetin e quajtur zili, kur s'ka me arrit. Ku do që të nisësh? Ke hip në mjetin e quajtur hasad, kurën e kurës kime mri aftën. Kur, s'ka mri kërkosh, e as s'ka me mri kërkosh aftën. As kjo nuk arriti. Kjo vra Allahun e vetë nga gjelëzia. E thani, a vazhdoj Allah mi abo kabull punt? Jo, aftën. Për kundra zi, i shkaktoj vetës dëmë dhe më të ndonë. Prandaj të ndërlozër, ka pasë të atil, fise, arab, që e kanë ditë se i dërguari, Muhamedi është pejgamberat, e kanë ditë. Po pësa dyshuem në që Ebu Lehebi e ka dita? Në s'kim dyshim? Na po i besojnë në pejgamberit a.s. Pa e po heqë, pa e ditë për në besnik, e ka po ka rritët që besnik a i si ka besua. Së është kja arsyshme, së është e mundshme. Korejsht e Mekës nuk kanë pas dilema. E asë të tjertë. Ja pa e po na po besojmë. Qëka e në matë mirë sa ata? E këna besu në Muhammed e sëmë se Rasulullah, po, me qëllën bazë. Ato që kemi po, mirësit, begatit, argumente, kështu më ratë. Ata e kam prej këtë pejgamber, e kam po. E kush ja dha emnin besnikun me dine pas Ebu Lehebit e Ebu Gjellit. Këta e kanë qëtë qështu. Ata i thanë, e sadiku lemin. Thanë ti që fletë gjithë vërtetën, kur s'na ke rajt ti. Qëta i thanë? Tani, e ja pejgamber. Pse i thanë jo pejgamber? I thanë, jo për shkak të dilemave, se si o mushi menën pejgamber sëmë. Jo, vëllatën. Po i thanë, a nuk gjetë Allahu me që pejgamber neve, pas një jetim që s'ka baba? Gjelëzia, zilia, hasedi. Hasedi bëri që një njëri ti në kiamet i thua të betjeda e bile e binu e teb. I malkuar qofte bële, ti në kiamet. Kush e ka bo këtë punë? Zilia. Pse kë, së është djali jam. E pse aja së është fisi jam. Andaj, zilia fillon e vogël, nështë e thjesht, me gjitha thjeshta. Por në qofë se njëri si rëngati, vëllaj din me përfri njërin dhe me rëmby njërin, dhe mos më undal deri në stacion e fundit të mallkimit Zotit, të mosbesimit edhe të përgënjeshtrimit të fakteve dhe argumenteve. Ai kujdes. Një duhet me dhonë maksimumin që të ruhet nga këto mëkate. Për këtë ashtu ka thonë dietarët se baza, themeli të gjitha mëkateve mbi fytyrë tokës janë 3. Nësa ka thonë 4, nësa ka thonë 3. 3 pithojmë, ma letë mi majtë me. Baza, themeli i gjithë gjunahin tokë që i bëhet, jënë 3. E para, zilia. E dyta, lakmia. Dhe e treta, mendjemallësia. Qështu ka fillu dunja me që gjunahe. Apo? Mendjemallësia e kujtë ke? E shejtanit. Lakmia e Ademit, e zilia e djenëve tia. Në i bazët e mëkateve janë 3. Nëse shpëton nga këto baza,
mëkatet që i bën janë pa bazë, janë dega që vyshkën shpejt, nuk ka rrezik ato. Ama mëkatet me u ndërtuar këto baza, mundesh me u pendu nga dega dhe nga gjethet, po ka me të rënjet ato, në rujë ato. Prandaj disa njerëz nga njerë kanë vështirë me u pendu ose kthehen në mëkat, kanë frikë se bëhet fjalë për një bazë që nuk është shkullur si duhet ato. Duhet më shkull si duhet tani, e shkon të ku vyshkë. Shkon duke u tretë. Lakmia, mendimadhësia dhe zilia. Të qoftë për shkak të zilis e vrau vllahun e tij. Kur eksplodoi zilia e tij, kur nuk pat mundësi me besimin dhe edukatën me e gëlltit këtë vrull dhe këtë vulkan të zilis, i tha vllaut, la aqtulannak, unë kam të vrarë ty. Shmi më nalë pak edhe ky stacioni këtij kërcënimi, la aqtulannak. Çfarë nxjerrim këtu apo? Këtu janë disa mësime. E para të ndrozër, ky njeri që ky vrasësi ja nisi me një gjuna të vogël. Do thot nuk ju pranu sakrifisa. Nuk do të thot saj, do të thot ka qenë nështë një mëkatar i madh. Po Allahu xhallahu ala është dashur me ia pranu njërit. Me ia pranu dyve, se shkry problemin. Ky i dytë nështë pak u kon më mirë se ky. Ma nuk e dim. Ka fillu me një mëkat. Ka vazhdu me tjetrin më të madh, me zili. Dhe ka vazhdu me më të madh, vrasjen. Kjo është rregull. Mëkati të shpije në mëkat. Sikurse puna e mirë të shpije në punë të mira. Dhe në bazë të kësaj na duhet të kuptojmë se nuk i thuhet diçkafit mëkat i vogël, po në aspektin juridik, ndarja e mëkative duhet të bëhet i madh edhe i vogël. Qas nuk mundem njerëz me i gjyku ose ndoshta eventualisht me marr dënime njerëzit për veprat e ndryshme i një. S'ka kështu. Juridikisht ndahen mëkatet. Kjo është e saktë. Në aspekt të besimit ndahen mëkatet të mëdha dhe të vogla. Nuk është shkelja e njëjtë. Mirë, po në aspekt të trajtimit individual, sa më rroll ndaj ato. Nga se i madhi është i madh në vetën e tij, por i vogli është përkohësisht i vogël. Shumë shpejt mund të bëjë i madh ato. Shikoni shumë mëkate që njëri ka bërë. Rrallë dikush e ka nisë për të mëdhajeve ato. E ka nisë prej mëkateve të vogla. Një shikim, një pakujtësi, një përzierje, pastaj kanë ardhur. Një lakmi, një pak në hajni. Një pak, një kështu e kështu me radhë. Rrugtimi i çdo mëkati të madh ka filluar nga hapat e mëkateve të vogla ato. Prandaj, sikur se ka thënë Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dhe pasi shumë dietar, mëkati që njëri e bën ndaj Zotit është i madh. Por më i madh se ky mëkat është mëkati që të shpija atje mëkati i parë. Dhe më i madh se mëkati i bërë është normalizimi i mëkatit. Njëri e bën gjunojn, edhe herën e parë bagi fort kuqet. Herën e dytë i kuqet veç gjysë e fytyrës, tjetra veç u nis me mësu. Herën e tretë veç huna i kuqet, këtë i është zbardhur. Masani mo hes kuqet atë. Tani e bën normal, e bën gjunojn si me bë punën e mirë atë. Gradualisht. Normalizimi i bërjes së mëkatit dhe inferioriteti përballë mëkatit është më i keq se vetë mëkati. Prandaj, shikoj këni ku e çoj, ja nisi me një kurban atje, u pranu se pranu, shkoj tek vrasja atë. Kështu janë devijimet, kështu janë mëkatet. Fillojnë nga gjërat e vogla, pastaj përfundojnë me të mëdha. Do njerëz kanë njerë fillojnë me mendon se gjëra thjeshta. Fol për një musliman keq, ja konteston për shembull bindjet dhe fen. Tani beti kalon të një më i madh. Tani jo të hoxha, tani të dietar, tani përfundon tek vrasja me të vërtetë. Sa që s'ka hoxh, s'ka dietar që udhëheq, ku ka më shkuar apo?
tek shpellat e panjohura që gëlltisin njerëzit e hutuar, që s'kan ku mu strehu, se e kanë humbë strehimin e çdo strehim për ta i do këtë strehim. Andaj kujdesu nga mëkatet e vogla, nga se shiko, mëkate ka qenë mëkat. E dyta, kur i tha ka me të vra. E çka i boni ky vëllau që ta ka me të vra? Hajt tani zëm. Kanë njëri që po themi që kanë përmendur ulema sikur se Ibn Kathiri e disa ulema. Njëri ka sakrifikuar për Zotin xhallahu, ka jap më të madhe çfarë? Drithër. S'ka argument për këtë, po sa me qërsu. Disa për ulemove kanë përmend, njëri ka unë drithën. Tjetri ka jap dele. Ky që ka jap drithën, thuhet për te, se ka kështu ato më vyshkën, më ato që si vynë heq, e që ato për Allah e ka dhënë. A ky i miri që Allah e ka pranuar, e ka lyp më të majmën, më të mirën, më të strejtën për Allah me dhënë. Po normal që këti Allah e pranon Allah, kjo është shumë e gjekshme. Sakrifica, gatishmëria, që kjo është e që paguhet. Edhe ky vëllau që ju pranu sakrifica, e ka marrë për i këti, jo të vetë t'i ka posë. Ky ka punu me drithën, ky ka punu me bakti. Dhe ka ardhur koha që duhet me sqaruar një farë pune kush i takon kujt, edhe hajde tash gjithkush jep nga pasuria e vet. Edhe zjarmi kësë ka nisë për qielli, e ka nisë Allahu xhallahu ala. Edhe zjarmi s'ka qenë në direktivat e këtij që e ka marrë, ka qenë në udhëheqjen e Allahu xhallahu ala. Realisht kur gjë s'ka bo i miri pas që është mundu me e voni sakrificë për Allahu xhallahu ala. Që kjo është faji i tij. Faji i të vrarit është pse u kuni mirë. Faji i të vrarit është se ka qenë i ndershëm. Që kjo faji vetë. Ndërsa i ligu, në vend se ti kthehet ligësisë e tij, dhe ti kthehet mëkateve të tij, dhe ti kthehet të metave të tij, ai nuk e bën këtë, është i lig. Është i keq. E çfarë bën? I kthehet të mirit. Ndaj ati shpif, ndaj ati akuzon dhe ata luftan ata. Qështu ka fillu historia dhe po vazhdan. Apo? Njerëzit kanë, të thot, një vend i caktuar, mund të ketë shumë probleme. Dhe anë e ndritshme e ti mund të jetë feja ty në pëtën. Ndërsa të ersuarit tentojnë që atë anë e ndritshme më botë të ersuar në vend që përmesaj me indriqu pjesë të tjera pëtën. Andaj, i tha ka me të vrati, pse me vramu? Po kjo s'është sefte, kjo s'është sefte, kjo thash, ka fillu prej këti e ka vazhdu më tutje. Musa alëse me faraonin. Shkoj Musa alëse të kë faraoni dhe i tha, unë jem i dërguar i Allahot. Tha faraoni, e me qka me ditëna që ti i dërguar i Allahot? Atër Musa tha, atë cilë diçka për argumenteve të qarta, tha nëzire, e hudhi shkopin, shkap i thjesht, u bë gjarë për i madhë që leviste, e kapi, u këthyë në shkap. E futi dorën dhe e nëzirë dorën, dhe i qanë të dorë ati jepë. Argumente të qarta. E kur faraoni s'kisht e shkap me gjujtë, s'kisht, qka i tha Musat? Unë e të shtim burg. Po, ne e nisëm me argument, një me burg. Ne e nisëm me fakte, me dije, me shkencë. Kjo me kërcënim. Prandaj, njerëzit kër e humbin kontrolin mbi bindjet e tyre se s'kan qëndrueshmëri, edhe s'janë të gatshëm me pranu bindjen e tjetër që është e qëndrueshme, unë e të vraj. Unë e të shtim burg. Ose i tha Ibrahimit, unë e të kalli. Shtu i tha? Unë e të kalli. Po, të kalli. Edhe gjithashtu, vëllazit e Jusufit a.s. Qfar faj pat Jusufi e zëmë që e donë të baba mërë? Qka bëj kësë? Kur që baba e donë të ma tepër? Asë që ma shumë. Po dashuria e Jakubit dhe Jusufit nuk ishte e përkthyer në urrejtjen e tjerëve. Hargasaj, edhe ata i donte, i kishte bitë ti, po ja që këtë donte më shumë. Kishte arsye. Çfarë bën ata? Ata vënë se me u përmirësu,
E me shiku pse Jakubi alëson për e do një Jusufin asën ma shumë, e në vend se mi bo shumë, hapëm i ndërmarë që fa bërën, e hupëm na këtëm dikun bunora, e mysëm e tani, po tësë nuk mund është ato. Aj, Nemrudi e kërsnaj e kërsnaj Ibrahimit më këmë të kallë, a e ndeti zjarmin, po me zjarmin Ibrahimit kush u kallë? U kallë Nemrudi, nëse u freskua Ibrahim e lësavën. Kush metin tërë të bunarit? Metën vllazën të Jusufit, se pas i humbi Jusufi, erdhë në shtëpi një situatë e zymt, si me konë bunar. Për amna, një njëri të smut me pas të shtëpia njëri, që du të më kujdes për te, në kështë situatë e disponimit të shtëpia. E për anë një babë të mërzitshëm që shtirësht me apa ftyrën ka kesh mua pëtën. Qëfar jetë është e të shtëpia pastaj? Andaj atë zymtësi dhe errësirë të bunarit që ja dhan vllaut vetë, ati ju shëndruan në pushtet e këtyre në sikletat. Qështu këthejet? Faraoni i tha Musaut, unë e kom e të si në burg, unë e të lidhët burgosi. Kush e burgas realisht? E burgosi Allahu Gjallahu Ala, Faraonin, ndeti e pastaj në trup tia pëtën. Dhe i ka met i shtongur argument dhe ditë në gjykimit pëtën. Andaj, edhe kjo i tha, unë e të vraja, këti këtha u këshur, pse këti ja ka pranu, pse kjo po përparan, e pse kjo është i mirë, pse këto pedojnë, pse këto pengojnë, qëri këto qështje, njerëz nuk janë të gatë që me bo kësi lloj burnish, nga se ligësia s'ju lena, prandaj edhe, vinë me këto kërsnime, në vend se mu marrë me probleme serioze, qëfar po na bën që si na mirë, zakonisht e kthen gjiksin ka dikur që e ka ma let, apo ma let me e derë hidhrimin dhe mlefin, dhe ma let me e dërgu faturat me pagu, diçka që asë se ka hongër vetë, asë se ka pija. Po, këti e lojmë ma kalajt e dira faturat. Mirë po, duhet me di se mbi rregullat e kësaj bote vendos dikur shtetër. Prandaj, nuk duhet me harru se Allahu Gjallahu Ala përsërit historia ato. Dhe zakonisht, në momentin kur njëri se për të fare, Zoti Gjallahu Ala shfaq pa fajësie dhe ligësie dhe mirësie të shumë të apëtën, kur njëri nuk e pret apëtën. Dhe nuk ka mirë më u befasu për të keqë. Por du një mi u këthi vetës e vetë dhe problemeve reale, e jo që gjithë mund të ketë një fajtor kujdestar. Gjithë më që ka të botë, fajtori kujdestar është i gatshëm me pagu fatura edhe ai me dalë gjithmonë për veprën e kujdo qoftë tjetër atë. Këto mundesh me e bo me forcë, është e vërtetë, por ka diçka që është më e fortë se forca atë. Dhe ka diçka që vendos më shumë se sa, prandaj nuk duhet që me padrejsi dhe me zullum dhe me zili me tentu me imponua që realisht nuk ka bazë, nuk qëndron. Tjetër atë ndërrozë pjesa e fundit e kësaj, kur i tha le aqtulannak do të vraj, i morëm disa dobi nga kjo shprehje. Vllai i tij tha inma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Vllai tha Allahu pranon nga të devotshmit, nga muttaqin. Edhe këtu ka me dorë dobi shumëta që ka të bëjë me këtë reagim të vllaut. Veç pak nalu mendo te reagimi i vllaut vet. Thashtë në fillim, nuk po i thot kur s'ka me të folë, nuk po i thot diçka tjetër përveç se po i thot unë e dvroj. Dhe si duket, edhe kena me shëru inshallah në dersë të ardhshme, në bazë të kontekstit të ajetëve jap me kuptu se ky kërcënim ka qenë i vazhdueshëm atë. Se ka vrarë më një herë. Po disa herë ka unë e dvroj. Ka prit shansa, ka prit kohë, ka prit Allah dim sa ka qenë, por shihet në bazë të ajetës se ka kalu një kohë të caktuar, Allah dim sa, e ky vëllau ka vazhduar me kërcënimin atë. Po i thot kom e dvra. Ndërsa vëllau që po ja kthen, që të mësojmë edhe na me kthy. Qysh do të jetë kërcënimi i ndokujt tjetër? Si do të jetë ofendimi i dikujt tjetër? Si do që tjetë, mësohu me kthy, me besim dhe me edukat,
jo me ignorancë dhe me ego dhe me epsh. I tha inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Çfarë marrim këtu aftë? Fillimisht kërcënimin dhe arrogancën dhe mlefin e vllaut e kthej me mësim të mirë aftë. Ti po më jep vrasje, unë po t'jep i mësim. Ti po më kërcënon me privim nga jeta, unë po të mësoj çish me jetu aftë. Po, të kundërtën. Se ky tha unë të vraj, e ky tha bëhu i mirë aftë. Jetën kime pas më të mirë, ki mu kënaqë të jetu. Ky po i ofron vdekje, e ky jetë. Ky po i ofron kërcënim, dhe urrejtje, ky po i ofron çfarë? Mësim. Madje, të ndërozër, mundohem me çdo situatë me ul tensionin. Kjo është edukata e këtij njeri. Nuk tha për shembull kur tha la aqtulannak, unë kam dëvra. Nuk tha kë, e çka të konfajnë që mua Allah më bën kabul, ty sa bën kabul. Për shembull, nuk i tha kështu. Nuk e përmeni emrin e vet. Nuk e përmeni suksesin e vet që t'ja provokon hala hasedin. I tha Allahu pranon çështë për njerëzve. Edhe ti, edhe piti, edhe pitove mund me pranu Allahu. Andaj subhanallahu, kjo është vetë mohimi. E mohaj suksesin e ti, arritjen e ti, kjo është punë e vogël. Me ta pranu Allahu xhallahu ala një kurban. Ishte në gjendje me bën një vetë mohim me të vërtet mahnetës që me ul tensionin apo. Ç'kjo është besimtari? Andaj shohim nga njerë për shembull, kudo qoftë mes dy muslimanëve në familje. E thot dikush një fjalë, ai tjetri është i gatshëm 3 me i thon. Mençuria është me ul tension e vëllai, jo me. Andaj njëri është fjalës me Ahnaf ibn Qais. Ahnaf ibn Qais u njëri i mëshëm. Edhe i tha unë me dasht, po të bëlesh kam shkomenja, me tireni sashti 10 shame që kur s'kemi harrua pëtën. Qëfar i tha Ahnaf ibn Qais? Tha dhe 100 që ofse i thur, as një për mes kime ndëgjua pëtën. Ta shti zgjith që kime bo, që është dushti? 100 që të tire ndit, për me as një e kitë sigur, ta shti vazhdo që ka dusha pëtën. Kjo është njëri me që më pëtën. Edhe kemi cikë të sërë, a i thanë pejgamberësëm, i thanë magjistare, i thanë. Pa, një ditë bële, a i po thamë, njëri për nësopër 1 herë, 2 herë, 10 herë, 20-30 me thonë për ranë. Allah, nuk ka letë me përbalu këta. Unë edhe ti se kemi letë me përbalu, që na ndodhë dhe, mune me rajta për. A ka mundësi një vi, s'po thëmë shkroj, një vi e fjallës gënjeshtër, nga një shkrojnë veç, një vi me rajise pejgamberësëm, kur? Ditë për dit, gënjeshtar, kur? Nuk tha, mos qelëm tarë se për rana ju jeni, apëtën. Një herë bile. Kur, apëtën? Kur nuk tha, ju jeni shpifsa, kur? Kur nuk tha, jeni mashtruës, kur? Allah, kjo është mahnicë Allah, po që kjo suneti i tina, apëtën. Ndërsa, pasusht e sunetit, veç më stash dikush një, fjallor mune me botu, nga sharjet e muslimanëve që bëhen në rrjetet sociale. Fjallori i sharjeve dhe i fyrjeve, që shto mund më qyta. Aqë të sofistikuara, të formuluara, që shkatran generata jo njeri. Ndërse i dërguar e jo njës e tha. Edhe kë, ka me dëvra. Allahu pranon nga të vëshmit. Subhanallah. As se përmeni vetën, as nuk u lavdrua. E po që kja është? Neve këtu nga duken pralla, nga një nga duken presione, jo koha për e lyp, jo dha feja e lyp, s'ka lidhe ka as me koha, as me rrethana, as me kurgja. Feja e lyp, bëhu i edukuar. Kjo s'ka lidhe me kurgja. Le të komenton kush që shdan, le të mendon që shdan. Kjo është suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Mirë, me fyrje, me ofendime, me zvete, me tjerë, e po çka po thot? Wallahi, ai thot për vetës vetë, le të çka thot, ti çka ki me thonë ato? Ti kush je? Andaj ky tha,
Andaj dhe ndëruar, ky njeri veprojnë në bazë të vlerave të tij. Dhe nuk lejoj që ligësia e dikujt t'ja rrezikon sistemin e vlerave ato. Vlerat e njerëzve të mëdhenj, dhe me këtë po duam të përmbyll të ndërrozë edhe pse ka me pika, po do të vazhdojmë inshallah. Njerëz të mëdhenj, njerëz e mirë, i ndërtojnë vlerat me materiale më të fuqishme se shtëpitë e tyre ato. A kuptoni? Vlerat e tyre janë të ndërtuara aq fuqishëm, sa që nuk ka stuhi në botë që urëzën. Ndërsa njerëz të tjerë, edhe na dikon që të jemë, në qofë se kanë vlera, i ndërtojnë nga letrat. Ata kanë vlera, veç nuk duhet me fry kur asë njerë sa të binë të njerë. Nuk duhet kur me fryra, duhet me konë gjithë në zetë, mirë, najnat mirë. Veç dikush frynë, e tani unë e me temele prishë ata. Se sërinë ato, ndërtoje një kështjel nga letrat. Letrat që luhet me letrat, ndërtoje. E ke pasë e bukur është. Shumë është e mirë duket, ma di është problem edhe bajegi svit me ndërtu është. Një për një fëmijë me një puhif, i rëzën këtë atër. Mos i ndërtoni bindjet e juve, mos e ndërtoni fenë e juve, vlerat e juve me letra. Nga se del kush do koftja urëzën atër. Kofte mas 10 vjetë atër. E ku është pasaj investime dhe ku është lodhja? Por atë që ndërtën dhe të e fuqeshëm dhe fart, edhe le tjetë ajo shembull dhe model i kuptimit tënë që kjo është, që nuk ka stuhia as fuqi që e rënën, e mos flasim për frimat e tjera apëton. Kështu ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kështë të ndërtuar fart, andaj çdo stuhi, çdo frym e kurajshve me çfarë do sjellje, nuk e lëkunte absolutisht nga pozicioni kë pejgamberin alayhi sallam. Por jo vetëm ato në ruar. Po as sahabët e tij, më Allah. Ai duhet pejgamberi aftën. Jo kam thënë disa herë dhe me të vërtet është sfiduese thuaj, është provokative, çu do shtuj. Unë nuk kom gjetë, në është ta 14 time, unë nuk kom gjetë. Se një ditë për ditëve, ju dëni se pejgamberi edhe sahabët kanë qenë, do thotë, mëse të vëzhguar në Mekë apëta. Gjithë shka është për cilë, gjithë shka. Kanë kërkuar edhe një argument më të voglin, që me e arsyetuar refuzimin e pejgamberit alayhi sallam. E kanë kërkuar gjithë shka që atë koftë. Desa kanë shku në prejardhja, apëta, para mëna. Kanë shku tek ngjyra, kanë tipët njekin veç këta të zitë, në s'kam pas shka. Për 13 vjetë në Mekë, më stasëm Medine ku ka vazhdu kamerë dhe mazi tani. Për 13 vjetë në Mekë, tërgomni, a keni njën në herë, ose a keni lezu në herë, se o ardhë dikush të pejgamberi e elësëm me thonë, o Muhammed, alayhi sallatu sallam, ti pëthush që kjo fe ka mi bashku njerë dhe më dashte, që Ebu Bekri kërshëbo me Umerin atë. A kam pas në herë për 13 vjetë, me gjithë arsye se, korra, ose me thonë, ti pëthush, fejo të me folë drejt, që Aliu veç të rajtë të nejtë, a kanë mujtë me gjithë në herë, sholla neves në provojnë, a ka mujtë me thonë në herë për shambull, se qëfar fejo është kjo, gjithë ditën për rinë nërqaba që të përgaju, falë të smet, kush pa folë për ta, e me thonë për e kush bre, qaj, Abdullah Mesudi, Omeri, Ebu Bekri, qëtër në lezët, të qabja dhe s'pëllojnë kanë pa e ma për goja, për shambull. A ka një herë, Allah, 13 vjetë, një herë mu habit. Kur? Ata se kanë pas me letra. As me letrë nëftima, ata e kanë pas me zemër dhe me bindje. Kur thellot të, ndërën të njëri, apëta. Të një s'ka mu i nate, s'ka mu rejtja, s'hakmarin, po ka bindje dhe ka parime, apëta. Andaj kjo është e qështu, apëta.
Unë e kom me të vra, ty e bën tonën. E ju e gjatë mësën me vra, e jam ja. E jam mësën me thonë që shtu apëta. Për këtë dhe thanë Meke, ne e marëm ata, lekum dinukum vali e din, lekum dinukum, ju e feja juaj, ne e feja ju, ne e marëm këto, qysh e marëm këto? Me akari, ju t'juvën, kjo sërë veç kuptim të njërimit. Lekum dinukum, juve ja u banë, feja ju të me rajt, e jam ja se banë. Që dhoni me po me aktivizu autoritetin tem, ke që delivu kura i zhvaptë. Pejgamberi ka pas autoritet, a ka pas autoritet të Arab. A ka mujt pejgamberi me përdur autoritetin për me i sulmu Kurajsht? Ka mujt Allah, ka mujt, po s'ka dash kurrë ata. Ka dash me tregu se kjo është këtë diçka tjetër madhe. Kjo është diçka tjetër ata. Prandaj për këtë tha ky njeri, innema yataqabbalullah. Ne këto punë më vrojë, mos më vrojë, po Allahu xhallahu ala pranon për devotshmive dhe do të vazhdojmë inshallah të flasim për pranimin dhe si Allahu pranon dhe për çfarë kuptimi bëhet fjalë të pranimit e me dobi tjera inshallah në dersën e ardhshëm, por për sonte po mjaftojmë me kaq. Zoti ju shpërbleft e Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë dhe na mëson që ta kuptojmë drejt këtë fe dhe ta praktikojmë si duhet, dhe të jemi me vërtet shembull i mirë i udhëzimeve të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe në takim në ardhshëm Zoti ju ruaj dhe shpërblet. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen katira.